Ndërsa një pyetje retorike apo një pyetje që shpesh bëhet në mesin e besimtarëve, edhe ndoshta ka nevojë çdo njeri me ditë, është pse Allah nuk po më përgjigjet në duat e mia. A ka mundësi që dikush me bë dua edhe Allah mos i përgjigj fare? Po ka mundësi dhe dietarët islam e kanë detajizuar, kanë sqaruar bukur edhe shumë mirë këtë tematik dhe kanë thënë se derisa Allahu Teala thot ud'uni astajib lakum, më thirrni mua, apo lutmeni mua, unë ju përgjigjem juve. Atëherë çysh ka mundësi mos më u përgjigj? Ka mundësi mos më përgjigj Allahu kur besimtarët musliman i bojnë disa gjëra të cilat bien ndesh apo bien kundërshtim me parimet e fesë. Për ata kësaj pyetje dhe të ngjashme me këto pyetje ju kanë përgjigj dietarët në të kaluarën dhe ju kanë përgjigj në mënyrë të detajizuar. Ndërta Ibrahim ibn Edhemi, Allah e mëshiroft, një njeri dietar i madh, një njeri i devotshëm, zahid, asket, një njeri përkushtuar ndaj fjalëve të Allahut, kur e kishin pyetur banorët e Basras, të një qyteti të Irakut, se Allahu nuk po na përgjigjet në duat lutjet tona, ai ju kishte dhënë atyre këtë përgjigje. E para kishte thënë, ju thoni se e njihni Allahun dhe thoni se e doni Allahun, mirë po nuk e adhuroni ashtu siç e njihni Allahun edhe ashtu siç pretendoni se e doni Allahun. Pra një prej shkaqeve që Allah nuk përgjigjet duat e besimtarëve është se ata nuk e adhurojnë Allahun ashtu si e njohin, edhe ashtu siç pretendojnë se e duan. Se gjithë besimtarët me i pyet, e njeh Zotin ton krijuesin, thot po. Ai din urat e Zotit, thot po. Ai zbaton urat e Zotit, vallahi disa po e disa jo. Kjo bëhet sebeb, pastaj për mos më nuk përgjigj Allahun duat lutjet tona. E dyta, u përgjigj tha, ju jeni duke lexuar Kur'anin. Ju po e lexoni Kur'anin, vetëm lexim kështu shpejt, ndërsa nuk po punoni me ato që ka thot Kur'ani. Andaj edhe ne themi se e duam Kur'anin, edhe lexojmë Kur'anin, dikush arabisht, dikush shqip, dikush do një gjuhë tjetër. Mirpo te dikush është bë se punë rutinore, sa të xhumo, çka preferohet? Preferohet me lexu surën El-Kahf. E lexon ndoshta 10 vjet apo 20 vjet surën El-Kahf xhumo, edhe nuk i din mesazhet e kësaj sureje. Nuk i din kërkesat që dalin prej kësaj kapitine, prej kësaj surje. Edhe nëse i din dikush, nuk i zbaton, nuk i praktikon në përditshmëri. Andaj pra besimtarët sot në përbot po e lexojnë Kur'anin, po nuk po punojnë me Kur'an. Dhe me keqardhje them, Kur'ani është këtu e muslimanët janë këtu. Me keqardhje them, Kur'ani është diçka tjetër e na muslimanët jemi diçka tjetër. E na që jemi diçka tjetër po e dhona imazhin jo të mirë të jo muslimanët. Ata po çuditen, qysh ka mundësi muslimani me të rajt mos me dalë në termin kur e kemi lanë në ora 12:00 ose në ora 13:00. Në po më e kuptojnë, kur që ky Kur'an të kallëzën që me qenë parimor, me qenë korrekt, me majt fjallën, me majt premtimin, është prej fesë islame, prej parimeve të fesë. Ta merë borxhin prej parimeve të fesë, prej urnave të Zotit, është me kthy borxhin, me shkru borxhin, me dëshmu borxhin me dy dëshmitar, të na as ta shkruan borxhin, as se di kërkush hiç, as ta shkruan termin kur ka me ta kthyje, që aty të pi kafe merren vesh, e masa nej problemet e mëdha. Ja të thash jam the. Ajeti më i gjatë në Kur'an është cili ajet? Një flet komplet. Ajeti i borxhit nuk ka më të gjatë hiç. Një pjesë e madhe e Kur'anit flet për etikën, për sjelljet e muslimanit, në raport me veten, me familjen, me të tjerët. Edhe kërkues përmendet që muslimani mundet me shoh, mundet me etiketu, mundet me bë këtë. S'është problem, është bë mod. Është bë mod, bile këta të rikën herë po bojnë hajgare. Ku ishe? Wallahi mbledhën që të mos asisi përgojum dikan, bënum gibet. Pastaj Ibrahim ibn Edhemi tha, ju po thoni se e doni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk e zbatoni sunetin, nuk e pasoni sunetin, nuk e pasoni traditën e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Wallahi me
fol shumë për sunetin, traditën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, udhëzimet, çka po thojnë? Ja, kjo është radikal, kjo ekstremist është. Hoxh i moderuar, musliman i moderuar është ai i cili shkon hap mas hapi të traditës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. E të na sot me thonë diku na ha me dorë djatë, lebre se shumë pe tjerë një fene, keni bo këtë fe, kështu gjithkund. Me thonë, mos të morën xhami me këngë të majtë, po hynë me të djatën, lebre po, ashtu, edhe shtu sene pikëshëni. Normal pikëshyrëm. E pesta, thoni se i friksoheni zjarrit të xhehenamit, por nuk bëni punë të cilat ju largojnë një mbrojnë nga zjarri i xhehenamit. Krejt na themi edhe besojmë bindshëm që zjarri i xhehenamit ka me djeg dikon. Se një dihet që kafshët, shpendët, insektet nuk i djeg zjarri i xhehenamit, po i djeg njerëzit. Edhe këtë themi që runa zot për zjarri i xhehenamit, cilat janë punët të cilat i bën brenda ditës e natës dhe të mbrojnë nga zjarri i xhehenamit. E gjashta, thoni se doni xhenetin, por punoni shumë pak punë të cilat ju afrojnë tek xheneti. Disa prej besimtarëve punojnë shumë punë, elhamdulillah, po ata janë pakic. Ndërsa shumica punojnë shumë pak punë, por kanë për xhenetin, edhe të mirat e xhenetit, dhe xheneti ka me si një emër që ndrohet, kështu imagjinohet, ama shumë pak për të punohet. Ama po rrin natën, apo prish gjumin e herë natën për 2 rekate namaz natës. Ata që kanë pagat maj me dalin heret, 5 mëngjes, në për puna, i shef me makina, apo dalin e për xhamia, apo e falin shpi hiq, pe lenorën në 07:30, që atëher me la sytë edhe me marr abdes, një udhët 2-3 punë. Pse e dojmë dynjan ma shumë, se sa ahiretin. E shtata, thoni se vdekja është e vërtet, po shumë pak po përkatitni për te. Sa jemi të përkatitën, që tash me më pyet mu si imam, si ligjerues tuk, kisha me thonë Zotit, o Zot, lem edhe na ditë se kam i kry dhe do punë të mira e ka shpije, ku mo hallashtis me familjen e me xhamatin e do borgje, ku ta diun e shka kom. Pak jena që tu sot me na pyet me leku i vdekjes, o filan i biri filanit, a i gatë shumë e vdek? Na krejt, këshëve që tjetën vetë, mësën vetë mu, nashtë apështoj diqysh sot pe këti provimi. E teta, besimtarit, ka thonë Ibrahim ibn Edhemi, i zbulojnë veprat e turshme të tjerëve, ndërsa vetën e vete harrojnë. E nanta, jeni duke i shfrytzuar begatit e Allahut, edhe nuk e falenderojnë e Allah. Që na për shifni ajrin, e shfrytëzojmë natën ditën, dritën e shfrytëzojmë ditën, terën e shfrytëzojmë natën, tokën, qiellin, krejt. Edhe di qysh na u ka bo kjo? Na u ka bo kjo sikur diçka obligative Zoti e ka pas bashkë me ai po çito. O kri mohabeti. Runa Zot. Se ka pas bashkë, absolutisht. Monet një pjesë tokës me lshu krejt që tash. Edhe me thon, shkoni te poshtë ka dalë. Runa Zot monet me lshu qiellin mi kokat tona. Pra i shfrytëzojmë natën e ditën të mirat e Allahut. Veç trupin ton çka kena, ama e din sa pak e falenderojmë Zotin. Po dikush jo shumë, ja pak. Allah thot wa qalilun min ibadi shakur, dhe pak nga robrit e mi janë mirënjohës, pak nga robrit e mi janë falënderues. Dhe 10 shpesh po i përcjellit të vdekurit, po nuk po merrni ders, nuk po merrni nasihat, nuk po merrni mësim prej tyre. E çashtu është. Çdo ditë këtu në kryeqytet po përcjellëm ka 5, 6, 7, 8 deri në 10. Ama si po kryet varrimi, po harrojnë në që nesër në shtatijesh aty që kena me të përcjell. Në ashta nesër mu keni me më përcjell. Andaj kur ti përcjellni këta të vdekurit, e i shifni xhenazet, jo veç familje, po dhe dikun tjetër dije se nashta një ditë mrapa apo ma vonë ty kanë me të barç aty. Ai e bogati me hyp në qitë kerën e fundit që po shkon atje. E qëto 10 punë, qëto 10 sebepe bëhen për mës me na u pranu doa tona. Bëhen shkak, apo qëto punë, bëhen shkak për mës me u pranu doa tona. Allah në ndihmoft, Allah në udhëzoft, edhe doat lutje tona, Allahu Teala në i pranoft.